Premtimi për rritjen e pensioneve nga janari nga kryeministri Edi Rama nuk i ngroh pensionistët shkodran. Ato shprehin se rritja është e vogël për to dhe pa përballueshme për jetesën, teksa flasin për pensionin që marrin pensionistët, theksojnë se nuk u dalin as për ilaç që marrin dhe për të paguar ujë e drita pas jetesa është bërë e vështirë. Pak më rritje e vogël, nuk është rritje normale, edhe sa me kalu rrohet. Dhe del pensioni ju? Ka 197.000 këtë del pensioni. Ka bravo. A me pagu drita, a me pagu. Asi sa në zero. Zoti i madh shova. Rren me i bish gjatë. Vejt në ndinake, a din sa ka bishti? A ju del pensioni që keni? Qa del, si del pensioni me të mosha të peshet? S'ka si me dalë. Fil, sa marë pensionin, fil uje drita. Që në këtë lujë me që më shumë. Me gjitha te, faliminir që i marrin edhe një. Në që falnerojmë ata tjenat. Me këqyri këtë tension, sa të tjetë, se i të shemata. E mata unë një minati. Shiver, sa milion lekar. Miliarda. A ju del? Që në 2 lek, në falë për shpreja se është televizor serios, pa me thonë, me blej arshushit për me ehi, nuk del për të madhësa. Unë që në 2.000 lek shko me marë, nuk ka zë. E përgjenë se të vjetë me i marë. Ku i vjetë? Pra me pension që keni se përballoni jetesën? Në pension? Asë me kalu progun e lërë shpisë. Nuk vanë. A ju del pensioni? Mu joje, se kam bërë në shumë. Jam me nuk. Po, mirë bëllë ka bo që i ka shtu. Ka bo mirë, edhe të pensionistëve, po edhe vedit. Ka fillu edhe popullin mu me pata ona fejqilin. Lëkunën të tanë. Pensionet e ulta dhe largimi i fëmijëve si shkak e emigracionit ka bërë që jetesa për pensionistët në vendin tonë të jetë e vështirë.